e Bashkimit Evropian takohen sot pasdite me liderët e Ballkanit Perëndimor në Bruksel. Në samit merr pjesë edhe kryeministri Rama, që është pritur më herët në një takim të veçantë nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. Sali Berisha deklaron se Partia Demokratike do të kërkojë një seancë të jashtëzakonshme parlamentare për heqjen e imunitetit të deputetit zëvendës kryeministres Balluku. Kryedemokrati tha se pas çdo skeme korrupsioni është i përfshirë edhe Edi Rama. SPAK nuk e ka miratuar kërkesën e Këshillit Bashkiak të Tiranës për të lejuar pjesëmarrjen e kryebashkiakut Erion Veliaj në mbledhjen e miratimit të buxhetit për vitin e ardhshëm. Sipas SPAK, kërkesa nuk përmbush kriteret ligjore. Turizmi në Shqipëri po fiton terren edhe jashtë sezonit veror. Tetori i këtij viti ka sjell 39% më shumë vizitorë se një vit më parë, të cilët kanë qëndruar më shumë në vend. Në krye qëndrojnë hyrjet nga Kosova, Italia dhe Gjermania. Vladimir Putin paralajmëron se do të pushtojë Ukrainën të gjitha territoret që thotë se historikisht ka qenë pjesë e Rusisë nëse dështojnë bisedimet. Europa i quan të parësyeshme kërkesat e kreut të Kremlinit. Kombëtarja shqiptare ka fokusin tek sfida e Marsit kundër Polonisë, me sfushori Julian Sheu që lua në kampionatin polak, thotë se ka besim se mund t'ja dalin. Optimist janë edhe ish kapiteni Lorik Cana dhe ish trajneri Eduardo Rea. Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15:30 në televizionin Klan. Do t'jemi së bashku me zhvillimet më kryesore deri më tani. Krerët e Bashkimit Evropian do të takohen sot pasdite me liderët e Ballkanit Perëndimor në Bruksel. Në këtë samit merr pjesë edhe Edi Rama, që është pritur në një takim nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. Rama do të marrë pjesë në seancën plenare, thellimi i bashkëpunimit dhe avancimi i integrimit gradual dhe plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor që do të drejtohet nga Costa. Në të do të marrin pjesë edhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, përfaqësuesja e lartë për politikën e jashtme dhe çështjet e sigurisë Kaja Kallas dhe presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola. Samiti pritet të fokusohet në gjetjet më të fundit të paketës së zgjerimit me Malin e Zi dhe Shqipërinë në krye referuar arritjeve drejt antarësimit. Në diskutime do të jenë edhe bllokimi i negociatave për Maqedoninë e Veriut për shkak të një mosmarrëveshje dypalëshe me Bullgarinë, situata politike në Bosnjë dhe Hercegovina apo edhe raportet mes Kosovës e Serbisë. Lideri i opozitës Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike do të kërkojë një seancë të jashtëzakonshme parlamentare për heqjen e imunitetit të deputetit zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Kryedemokrati tha se pas çdo skeme korrupsioni është i përfshirë kryeministri Edi Rama. Partia Demokratike do të kërkojë seancë të jashtëzakonshme parlamentare për të votuar heqjen e imunitetit të deputetit ndaj Belinda Ballukut pas kërkesës së SPAK të depozituar në kuvend. Në konferencën për mediat, kryedemokrati pati dhe një paralajmërim për kryeministrin Edi Rama. Niko Peleshi ka fut provat në kasafort dhe nuk ja u jep deputetëve të opozicës antar të komisionit të verifikimit mandateve, sepse provat kanë gjëra të lahtarshme. Deputetët e Partisë Demokratike do të kërkojnë mbledhjen urgjente të parlamentit. Berisha tha se vetë Rama është i përfshirë në çdo skem korrupsioni në vend. Erviz Berberi ka vetëm në njërin celular 403 minuta video të gjitha llojeve. Jo vetëm në tunelin e Llogaras, por edhe në tendra tjerë. Autori vërtet është Rama. Loti 1, kontrata A, supervizion. Punimesh, mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të rajonit verior. Lubi Balluku thot, për këtë flet ky, se ka rënë dakord me Ramën. I pyetur për takimin e Ervin Saljanit në Elbasan dhe nëse ai është i përjashtuar nga Partia Demokratike, Berisha pati një përgjigje me akuza ndaj antarit të kryesisë. Një antar i kooptuar i kryesisë dhe antar i Këshillit Kombëtar të organizoj
me Suel Çelen, kriminalin më të rrezikshëm të Elbasanit, kreun e njërit prej karteleve më të fuqishme në Europë. Takim, kjo është e papranueshme. Ai që nërmerr një veprim të tillë, ai të i kalon, vinë kuqe dhe ai është përgjegjës për vetë e tij. Kryedemokrati u bëri thirrje qytetarëve që t'i bashkohen protestës së Partisë Demokratike më 22 dhjetor, të cilën e konsideron si e vetmja rrugë për rrëzimin e qeverisë Rama. Zyra e kryeparlamentarit Niko Beleshi sqaroi sot se së bashku me njoftimin se Këshilli Rregullor së Mandateve dhe Imunitetit që do të shurtoj kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Balluku të premte në orën 10:30, antarëve të tij u janë vendosur në dispozicione dhe aktet procedurale, kërkesa dhe urdhri i prokurorit për ruajtjen e sekretit hetimor me detyrimin e shprehur që këto dokumente të mos bëhen publike. Zyra e kryeparlamentarit Beleshi ka sqaruar se materiali me karakter sekret hetimor i sjell nga SPAK ndodhet në kasafortën e specialistit të protokollit për dokumentacionin e klasifikuar. Kjo çështje dhe mënyra e njohjes me këtë informacion, thuhet në reagimin e tij, do të diskutohen në mbledhjen e Këshillit në prani të prokurorit të SPAK. Por demokratët kanë reaguar me anë të kreut të grupit Gazmend Bardhi, duke cilësuar shkelje nga ana e kryeparlamentarit mbylljen e provave në kasafort. SPAK nuk e ka miratuar kërkesën e Këshillit Bashkiak të Tiranës për të lejuar pjesëmarrjen e kryebashkiakut Erion Veliaj në mbledhjen e miratimit të buxhetit për vitin e ardhshëm. Sipas SPAK, kërkesa nuk përmbush kriteret ligjore. Prokuroria e posaçme ka refuzuar kërkesën e antarëve të Këshillit Bashkiak të Tiranës për miratimin e një leje të përkohshme për kryebashkiakun Erion Veliaj për të qenë prezent në mbledhjen e diskutimit dhe miratimin e buxhetit të bashkisë për vitin 2026. Përmes një përgjigje zyrtare që mban firmën e dy prokurorëve të çështjes, Altin Dumani dhe Olz Dado, SPAK argumenton se dhënia leje dhe aprovohet vetëm kur të afërm të personit në hetim vuajnë nga një sëmundje e rëndë e vërtetuar me raport mjekësor apo raste gëzimesh e fatkeqësisht familjare. Nisur nga kjo, dy prokurorët thotë se kërkesa e antarëve të Këshillit Bashkiak nuk plotson këto kritere, ndaj dhe nuk është miratuar. Ishte fillimisht vetë kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj që i kërkoi Këshillit Bashkiak përmes një letre të mos miratoj buxhetin pa prezencën e tij në mbledhje. Në kërkesën zyrtare të firmosur nga këshilltarët socialist, thuhej se pjesëmarrja e Veliajt është një proces i përcaktuar si detyrim ligjor nga legjislacioni për vetë qeverisjen vendore. Sipas antarëve të Këshillit, prania e kryebashkiakut është e detyrueshme për të garantuar bashkëpunimin me Këshillin për çështje me interes publik. Në ditën e dytë të vizitës së saj zyrtare në Athinë, ministra e jashtme u takua me ministrin e mbrojtjes Niko Dendias atje. Në njoftimin e shpërndar për mediat, thuhet se dy ministrat u fokusuan në bashkëpunimin afatgjat mes Shqipërisë dhe Greqisë si dy vende partnere në NATO, duke u ndalur edhe tek samiti i NATO-s që do të mirëpres Shqipëria në 2027. Spiropali ka theksuar se marrëdhëniet do të vijojnë të zhvillohen nga interesa të përbashkëta strategjike, ndërsa Dendias vlerësoi se Shqipëria mbetet një partner i përkushtuar në rrugën e vlerave demokratike, sigurisë dhe mbrojtjes europiane. Kryeministrja italiane Giorgia Meloni thotë se modeli i marrëveshjes Tiranë-Rom do t'i jap fund me sukses dyndjes e emigrantëve të jashtëligjshëm drejt Bashkimit Evropian. Para parlamentit ajo tha sot se Shqipëria dhe Mali i Zi kanë bërë aq përparim sa kanë mundësi konkrete për antarësimin së afërmi në Union. Kryeministrja italiane Giorgia Meloni shprehu bindjen para parlamentit të vendit saj se pasi Këshilli i Bashkimit Evropian miratoi listën e vendeve të sigurta të origjinës, marrëveshja me Shqipërinë për azil kërkuesit do të shërbejë për të dhënë fund dyndjes së emigrantëve drejt vendeve europiane. Modeli i Shqipërisë, të cilin shumë vende të tjera europiane po e shqyrtojnë me shumë interes, do të funksionojë dhe jam e bindur se do të na ndihmojë të zvogëlojë më tej flukset e parregullta për të kryer frenimin e nevojshëm brenda një politike shumë dimensionale. Meloni e konsideroi marrëveshjen e nënshkruar në Rom më 6 nëntor 2023 me kryeministrin Edi Rama si një nismë shumë të rëndësishme kombëtare. Një kuadër ligjor europian më i fuqishëm do të na lejojë të mbrojmë nismat kombëtare shumë të rëndësishme
ndryshme, si qendrat në Shqipëri, nga një sistem i caktuar gjyqësor të politizuar që ka bllokuar zbatimin e tyre. Antarësimin e shpejtë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, kryeministra italiane e sheh si mundësi reale. Rezultatet e arritura nga Shqipëria dhe Mali i Zi gjatë vitit të fundit janë vërtet shumë inkurajuese, duke treguar se të dy vendet kanë një shans konkret për të bashkuar në të ardhmen shumë të afërt. Për çështjen e emigrantëve, Këshilli Evropian do të diskutojë në mbledhjen e 18 dhe 19 dhjetorit në Bruksel. Të dhënat e Instat tregojnë uljet e eksporteve krahasuar me importet e muajit nëntor, kjo e krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Si rezultat, deficiti tregtar rezulton 43 miliard lekë, çfarë reflekton varësinë e ekonomisë shqiptare nga mallrat e huaj. Tregtia jashtme e Shqipërisë në muajin nëntor ka shënuar rënje si në eksporte ashtu edhe në importe. Sipas Instat, eksportet arritën vlerën 28 miliard lekë me një ulje prej gati 7% krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë. Rënja ka patur edhe në krahasim me tetorin me mbi 10%, edhe importet janë të kurrur duke zbritur në 71 miliard lekë ose rreth 3% më pak se një vit më parë. Si rezultat, deficiti tregtar i muajit nëntor është 43 miliard lekë, pothuajse në të njëjtin nivel me një vit më parë, por më i ulët krahasuar me muajin e kaluar. Në rënjen e eksporteve kanë ndikuar kryesisht mineralet, lëndë djegëse dhe energjia elektrike, si dhe sektori i tekstileve dhe këpucëve. Ndërkohë rritjet e lehtë kanë shënuar makineritë, pajisjet dhe disa produkte industriale. Për 11 mujorin e vitit eksportet janë ulur me 7%, ndërsa importet vetëm me 1%. Deficiti tregtar ka vjuar të rritet duke reflektuar varësinë e ekonomisë shqiptare nga importet. Partneri kryesor tregtar mbetet Bashkimi Evropian me Itali në krye, ndërsa Kina dhe Turqia vjojnë të kenë peshë të lartë në importe. Të dhënat tregojnë një ekonomi që lëviz me ritëm më të ngadaltë në tregtinë e jashtme gjatë fundit të vitit. Turizmi në Shqipëri po fiton terren edhe përtej sezonit veror. Tetori i këtij viti ka sjell më shumë vizitorë, të cilët kanë qëndruar më shumë në vend ku në krye qëndrojnë hyrjet nga Kosova, Italia e Gjermania. Turizmi vijon të jap sinjale pozitive dhe në muajt e vjeshtës. Sipas të dhënave të Instat, në muajin tetor strukturat akomoduese në vend kanë regjistruar një rritje të ndjeshme të numrit të vizitorëve, krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë. Në total vizitorët janë rritur me mbi 39%. Kontributin kryesor e japin turistët e huaj, të cilët shënojnë një rritje mbi 55%, ndërsa vizitorët vendas rriten me ritëm më të moderuar. Edhe në qëndrimet janë në rritje, rreth 17% në total. Turistët e huaj po qëndrojnë më gjatë në vend, ndërsa për rezidentët vjetër e një rënje e lehtë në qëndrimeve. Zonat bregdetare mbeten më të preferuarat nga të huajt me një rritje të fortë të fluksit, ndërsa hotelet dhe akomodimet e ngjashme janë strukturat më të frekuentuara. Sa i përket origjinës së vizitorëve, në krye qëndrojnë turistët nga Kosova, Italia dhe Gjermania, duke konfirmuar rolin e tregjeve rajonale dhe europiane në turizmin shqiptar. Si rezultat, rritet edhe shfrytëzimi i dhomave në hotele, një tregues që sinjalizon një sezon turistik gjithnjë më të zgjatur gjatë gjithë vitit. Afrimi i festave të fundvitit ka shtuar fluksin në portin e Durrësit. Policia kuvitare thotë se ka shtuar sportelet me qëllim shmangjen e vonesave. Me afrimin e festave të fundvitit rritet ndjeshëm numri i lundrimeve detare. Për këtë arsye porti i Durrësit ka nisur lundrimet e dy fishta të trageteve që lidhin dy brigjet e Adriatikut. Nga data 18 dhjetor dhe deri në prag të Krishtlindjes tragete do të operojnë me udhëtime të dy fishta duke u fokusuar kryesisht në hyrjen e pasagerëve në vend. Lundrimet të shtuara do të ketë edhe në ditët e para të vitit të ri, por këtë herë fluksi pritet të jetë më i madh në dalje. Kemi dobje korsat nga bari e Durrësit në sjellët. Ancona do të vazhdojë të mërkurt premtet e diel. Policia kufitare do të punojë me 24 sportele për kontrollin e dokumenteve. Ka një rritje të lehtë krahasuar me vitin që kaloi. Policia kufitare vendoi do të shtojë kapacitetet e sportelet deri në 24 sportele. Festat e fundvitit përkojnë me periudhën kur shumë emigrantë shqiptar që jetojnë dhe punojnë në vendet e Europës rikthehen atje për të kaluar pushimet pranë familjeve të tyre. Eci më tej me zhvillimet nga kronika. Gjykata e lartë ka lënë në fuqi dënimin me 30 vite heqje lirie për Ludian Zajmin, që në maj të vitit 2022 vrau me armë kolegun e tij në komisariatin numër 3 në kryeqytet. Efektivi u dënua për vrasje me paramendim.
Gjykata e lartë ka lënë në fuqi dënimin me 30 vite burg për Ludian Zaimin, ish efektivin e policisë që vrau kolegun e tij Çaush Saliesi brenda ambienteve të komisariatit numër 3 në Tiranë më 23 maj 2022. Vendimi i tokave të zeza ka rrëzuar rekursin e ish efektivit, i cili kërkoi prishje të vendimit të dhënë nga gjykata e apelit në janar të 2024 për vrasje me paramendim. Ishte pikërisht kjo gjykatë që uli me 5 vite dënimin e dhënë nga shkalla e parë për Ludian Zaimin dhe duke i rikualifikuar veprën nga vrasje e punojësve të policisë në vrasje me paramendim. Ish efektivi qëlloi me armë zjarri tip pistolet në drejtim të kolegut të tij gjatë mbledhjes së darkës në ambientet e komisariatit numër 3. Edhe pse fillimisht Zaimi dhe mbrojtja e tij pretenduan papërgjegjshmëri përballë ligjit për shkak të medikamenteve të përdorura prej tij për depresion, prokuroria arriti në konkluzionin se ai nuk kishte probleme të shëndetit mendor. Nga hetimet, organi akuzës e cilësoi ngjarjen rrjedhoi të zënkave të vazhdueshme që kishin patur në të shkuarën viktima dhe autori. Një hetim 3 mujor i policisë së Tiranës ka çuar në goditjen e një grupi që dyshohet se trafikonte armë zjarri nga Kosova. Në pranga përfunduan 2 persona të cilët u kapën në Kamës, ndërsa një tjetër u shpall në Kërkim. Pas arrestimit, atyre ju gjetën 2 pistoleta dhe municion luftarak që dyshohet se do të shiteshin në kryeqytet me 3.000 euro secila. Policia thot se po heton edhe për implikimin e personave të tjerë, pjesë e po të njëjtit grup. Do të ecim në teme të tjera zhvillime. Organizata botërore e shëndetësisë vëren se gjysma e popullsisë e Europës ka probleme me shëndetin oral. Stomatologët thonë se fenomeni është i shtrirë edhe në Shqipëri dhe se më problematike situata duket me fëmijët. 1 në 2 persona në Europë ka probleme me shëndetin oral dhe Shqipëria nuk mbetet pas këtyre shifrave. Stomatologët thonë se të rinjt janë ata të cilët kujdesen më së shumti për shëndetin e tyre oral, krahasuar me pjesën tjetër të popullatës. Problematikat dentare në popullatën shqiptare është ndarë në mosha. Problemi më i madh është simptomatologjia që i sjell ato. Dhimbja, moshat e reja kanë pjesën estetike, po marrin shumë vëmendje. Sipas stomatologëve, për pjesën më të madhe të popullatës, shërbimi dentar mbetet i kufizuar edhe për shkak të kostove financiare. Moshat e treta, moshat e mesme, ku krahas problematika edhe me mundësinë për të marrë këtë shërbim. Kuptohet mundësitë dinë që janë të kufizuar për pjesën më të madhe të popullatës. Për sa i përket fëmijëve, depistimi në shkolla ka treguar se 35% e tyre ka probleme me shëndetin oral, por stomatologët thonë se nga viti në vit ne shohim një përmirësim të shëndetit oral tek fëmijët dhe kryesisht nga kujdesi i treguar që herët. Anomalitë dhe kequshqyrja. Karisi dentar që është shumë evident, prioritet do t'i japim profilaksisë pra ndalimit, që kjo starton që në moshat parashkollore dhe shkollore. Sipas OBSH-s, 50% e popullatës globale ka probleme me prishjen e dhëmbëve. Për këtë arsye, stomatologët rekomandojnë larjen e dhëmbëve të paktën 2 herë në ditë si forma më e mirë për t'i ruajtur ato. Do të ndalemi në këtu momente me zhvillimet nga arena ndërkombëtare. Vladimir Putin paralajmëron se do të pushtojë në Ukrainë të gjitha territoret që thotë se historikisht kanë qenë pjesë e Rusisë nëse dështojnë bisedimet. Europa i quan kërkesat e tij të paarsyeshme, ndërsa Kievi vijon të mos pranojë lëshime territoriale. Presidenti rus Vladimir Putin kërcënon se do të pushtojë të gjithë territoret në Ukrainë që dikur i përkisnin Rusisë, nëse negociatat e paqes dështojnë. Nëse armiqtë tanë dhe sponsorët e tyre të huaj refuzojnë të angazhohen në bisedime konkrete, Rusia do të çlirojë me mjete ushtarake trojet historike. Putin foli gjatë takimit vjetor në Ministrinë e Mbrojtjes, ku e konsideroi të suksesshme fushatën ushtarake në Ukrainë. Pika ku kanë ngelur negociatat Kiev-Moskë për fundin e luftës sipas planit Trump për paqen, është detyrimi i Ukrainës që të bëjë lëshime territoriale Rusisë dhe të pranojë si të humbura 5 rajonet jugore dhe lindore të pushtuara nga rusët në 2014 dhe 2022. Për kryeministrin italian Giorgia Meloni, që ishte pjesë e bisedimeve për paqen të hënën në Berlin, kushtet e Vladimir Putinit janë të paarsyeshme. E lo confermano le pretese irragionevoli che Mosca sta. Kjo konfirmohet nga kërkesat e paarsyeshme që Moska po u bën bashkëbiseduesve të saj. Kryesorja ka të bëjë me pjesën e Donbasit që nuk është pushtuar nga rusët. Ukraina refuzon t'ju bëjë rusëve lëshime territoriale. Ka tërhequr vëmendje të madhe një deklarate e shefes kabinetit të Shtëpisë së Bardhë, e cila e krahason karakterin e Donald Trump me atë të një alkoolisti. Për deklaratat ka reaguar vetë Trump.
Suzy Wiles, shefja e kabinetit të shtëpisë së bardhë, roqi vëmendje të gjerë mediatike me intervistën për revistën prestigjioze Vanity Fair, ku tha se Donald Trump ka një karakter alkoolisti. Nuk mendoj se zgjohet duke menduar për hakmarrjet, por kur ekziston një mundësi, ai e kap. Ka personalitetin e një të alkoolizuari, vepron me idenë se nuk ka gjë që ai nuk e bën. Për zëvendës presidentin James David Vance, veçon se ka qenë një mbështetës i teorive të konspiracionit për një dekadë. Fjalët e saj nuk patën qëllime diskredituese ndaj eprorëve, përveç se një përshkrim miqësor me shaka për të nxjerrë në pati pare dalluese të karaktereve të tyre. Ndaj dhe Donald Trump në një intervistë për New York Post i dha të drejtë dhe e vlerësoi lart Wilesin. Unë nuk pi alkool, por nëse do ta bëja do të kisha shumë mundësi të isha alkolik. E kam thënë shumë herë për veten time, kam personalitet shumë posesiv. Ajo është fantastike. Ndërsa zëvendës presidenti Vance pranoi se ka mbështetur dikur teoritë konspirative dhe konsideroi Suzyn shefen më të mirë të kabinetit që presidenti mund të ketë dashur. U qel në qytetin e Lezhës e para galerie piktorit të mirënjohur Pashk Përvathi, ajo përmban 82 vepra që përfshin 40 vite të karrierës së tij. Në Lezhë është hapur galeria e parë e përhershme e piktorit të mirënjohur Pashk Përvathi, duke i dhënë qytetit një hapësirë të dedikuar artit pamor dhe trashëgimisë krijuese shqiptare. Galeria përmbledh 82 vepra të realizuara gjatë një veprimtarie artistike mbi 40 vite. Ekspozimi i krijimtarisë 40 vjeçare në qytetin e tij të lindjes ka qenë një ëndër e kahershme për piktorin Pashk Përvathi. Desha ta kishte Lezhë, sepse kuptim krijimtaria ime merr në këtë qytet. Jam kujdesur që në këtë galeri të ketë thujse një gjeografi gjithë shqiptare. Është një aset i besoj turistik për qytetin. Kryetari i Bashkisë Lezhë, Pieri Ndreu, si dhe artisti kritik të artit të pranishëm, vlerësuan kontributin e Përvathit në artin figurativ, si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Pashku është një aset bashkë me piktorë të tjerë, Nikolini dhe shumë të tjerë që bëjnë art në Lezhë, janë një aset i çmuar, i padiskutueshëm për këtë qytet. Në pikturën e Pashk Përvathit, përmes ngjyrave na përthyet edhe poezia, ndërsa në peizazhet e tij mjaft të bukura, kudo nëpër Shqipëri, ne na vjen edhe si muzikë piktura e Pashkut. Veprat e ekspozuara në këtë galeri nisin që prej vitit 1984 dhe dominohen nga gjinia e peizazhit, me motive nga të gjitha trevat e Shqipërisë, duke shndruar galerinë në një pasuri të çmuar kulturore në qytetin e Lezhës. Në një zonë malore të Italisë janë gjetur gjurmë të pazakonta dinozaurësh. Ata besohet se datojnë 210 milion vite më parë. Këto gropa mbi këtë shkëm malor janë gjurmë të shumta dinosaurësh të 210 milion viteve më parë. Janë zbuluar në parkun kombëtar të Stelvios në veri të Italisë, një rast i jashtëzakonshëm që mund të rishkruajë historinë e kësaj specie të zhdukur. Gjurmët, disa prej të cilave arrin deri në 40 cm, i përkasin llojit Prosauropod, herbivor me qafë gjatë që mund të rriteshin deri në 10 metra. Ajo që e bën këtë zbulim unik është fakti se gjurmët ndodhen në një mur vertikal malor, i cili në atë periudhë ishte një fushë bregdetare moçalore. Paleontologët thonë se kafshët lëviznin në harmoni si grup, madje ka shenja të sjelljeve komplekse mbrojtëse. Ky thesar shkencor u pikas fillimisht nga një topograf, ndërsa tani zona po studiohet përmes dronëve dhe teknologjisë lazer, pasi terreni është thuajse i pamundur për t'u arritur më këmbë. Ky zbulim vjen vetëm pak kohë para lojrave olimpike dimrore që do të mbahen në këtë rajon, duke u cilësuar si një urë lidhse simbolike mes historisë së lashtë të natyrës dhe sportit modern. E me këtë lajm kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru takofshim.